Javën e kaluar në vend janë regjistruar 56 persona të prekur nga gripi sezonal, tregojnë të dhënat e Institutit të Shëndetit Publik. Sipas raportit të Institutit të Shëndetit Publik, kjo përbën një rënje prej 32.5%, krahasuar me javën e kaluar, por siç thon ata, numri i rasteve me grip këtë vit është më i lartë, ndryshe nga viti i kaluar në të njëjtën periudhë. Epidemiologu Dragan Koçinski nga Instituti i Shëndetit Publik tha se vaksinimi kundër gripit sezonal është mbrojtja më efektive kundër kësaj sëmundjeje, veçanërisht për njerëzit nga grupet e rrezikut. Gjatë javës së kaluar, janë regjistruar 56 persona të prekur nga gripi, persona me pasqyrë klinike të gripit. Gjithsej gjatë kësaj sezone kemi 244 persona të semur. Kjo është një përqindje më e lartë krahasuar me sezonin e kaluar, por nuk është ndonjë rritje alarmante. I pyetur sa është paraqitur ndonjë sëmundje si shkak i problemit të mbeturinave të grumbulluara nëpër qytet, Koçinski tha se nuk ka pasur ndonjë sëmundje që lidhet drejt për drejt me mbeturinat, por apeloi për kujdes të veçantë. Deri më tani nuk janë vërejtur sëmundje që lidhen drejt për drejt me mbeturinat e grumbulluara në Shkup, por duhet treguar kujdes veçanërisht gjatë kësaj periudhe, derisa të pastrohen mbeturinat. Koçinski, duke folur për gripin sezonal, tha se Instituti i Shëndetit Publik rekomandon vaksinimin e të gjithë popullatës, veçanërisht të personave nga grupet e rrezikut, të cilët janë të moshuarit mbi 65 vjeç, fëmijët e vegjël, personat me sëmundje kronike, graçtat, zëna dhe të punësuarit në kujdesin shëndetësor.